Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashtu siç vëlla Fatmiri e ka lajmëruar në rrjetet sociale, sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për obligimet e muslimanit apo detyrimet e muslimanit karshi muslimanit. Domethënë ato disa detyrime që do t'i trajtojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Është një hadith që potencohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit janë pesë. E para është kthimi i selamit. E dyta është vizita kur të smurret. E treta thotë është përcjellja e xhenazës. E katërta është përgjegjja ndaj ftesës, kur të bën ftesë apo në darsën, apo në ahengje të ndryshme halali. Dhe ti thot yerhamukallah, pasi të thot elhamdulillah kur të shtin e transmeton hadithin Buhariu dhe Muslimi. Këto janë 5 detyrime që muslimani i ka ndaj vëllaut vet musliman. Tani do t'i trajtojmë një nga një, duke i komentuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Në transmetim tjetër, Muslimi e thot si shtojc është, thot dhe të këshilloj kur kërkon këshill. Momentin nëse një musliman kërkon këshill prej te, e ki obligim që me këshillu me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pika e parë, gjithashtu në transmetimin tjetër është Buhariu nga Bara ibn Azib, thot ta ndihmoj kur i bëhet padrejtësi dhe t'ia çoj në vend betimin. Pika e parë është kthimi i selamit, vllazni, siç e potencuam në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të transmetuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Kur një musliman i thot muslimanit tjetër Esselamu alaikum, thot aje ka obligim, e ka wajib mja kthy dhe mi thonë wa alaikum selam. Bukur, që ky selami i parë që ja jep vllaut musliman, kjo është sunnet. Kthimi pastaj i atij që e merr selamin është wajib. E ka detyrim mja kthy selamin. Nëse thu wa alaikum selam wa rahmetullah, që të rahmetullah i ki sunnet. Pastaj, nëse vjen dikush edhe thotë selamu alaikum wa rahmetullah, atëherë ki obligim wa alaikum selam wa rahmetullah mi thonë. Me shtu është wa barakatuhu. Kemi dëgjuar vllazni për shtojtsen wa maghfiratu. Nuk ka transmetim nga hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam që selami i parë kur t'i jepsh vllaut tënd, mjashtu wa maghfiratu. Me thonë selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu wa maghfiratu. Që kjo wa maghfiratu nuk ka bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, kthimi kanë thonë ulemaja, lejohet përveç wa barakatuhu në fund, pasi që ta ka dhoni pari kret dhe në fund, mja kthy wa maghfiratu, këto thot Sheikh Albani rahimahullahu taala që lejohet. Kthimi po flasim, apo kthimi. Dhe më tepër më nuk ka, do thot, tekst. Muslimanit i ndalohet të mos ja kthej selamin muslimanit, siç thamë është wajib. Madje pejgamberi alayhis salam ka ndaluar për muslimanin që të mos i flas muslimanit më shumë se 3 ditë. Të ka nervozu, ta ka thonë një fjalë. Mas 3 ditë ki drejt me majt i natë. Na njerëz jemi prej mishit dhe prej gjakut, nervozohemi, na thot diçka, ka fol diçka, ku e dione? Atëherë çfarë kemi bë? 3 ditë pret. Dhe pas 3 dite më i miri është prej jush ai që ja jep i pari selamin. Përpos në raste të caktuara tek bojkoti, kur e sheh që një person po fut mëkate në fenë Allahut subhanahu wa taala në shoqërinë tonë muslimane dhe është prej besimtarve, po njëkohësisht po bën mëkate apo publikisht po i bën disa mëkate dhe ti po e këshillon dhe ai nuk po merr vesh, në kësi raste bojkoti për shkak të disiplinimit lejohet mos mi dhon selam. Por se prap vllazni, duhet shikohet dëmi edhe dobia. Nëse nuk ka dobi, e sheh që ai largohet krejt, del krejt apo largohet për këtë shoqërisë muslimanëve, atëherë në këtë rast bojkoti yt ndaj këtij personi është dëm për ta. Ama duhet shikohen nëse ta zome kini shok të mirë ti dhe e sheh që po bën mëkate dhe sun rrin pa ty ai.
Atër në kësi raste, lejohet me bojkotu, sepse ai nuk mundet me paramendu me nejt pa ty. Kësi raste, lejohet me lena Allah subhanahu wa ta'ala, sikur mëkatarin, sikur bidatxhiun, lejohet me bojkotu për mu këthy tek feja, dhe më thonë tek metodologjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selami, vllazni, është përshëndetje e banorëve të xhennetit. Selami është fjala e parë subhanallah. Mes Ademit alayhis salam dhe me lajkeve. Është fjala e parë që Allahu ja ka thënë Ademit alayhis salam, pasi e ka krijuar si njeri. Është përshëndetje me të cilën muslimanët do të përshëndeten si shtam në xhennet me lenin Allah subhanahu wa taala. Es-salam po ashtu është prej emrave të Allahut azza wa jall. Allahu është pa asnjë tëmet, pa asnjë mangësi, dhe kjo është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur i drejtohesh ti vëlla musliman, një vëllaut musliman, apo ti motër ndaj një motre, selamu aleikum, ti po bën dua për to. Po që Allah të qoftë mbi ty, po thu, subhanallah. Kjo feja jonë është madhështore vllazni, vallahi. Shumë e madhe është feja jonë. Edhe në përshëndetje, bën dua për vllaun tënd. Bën dua për motrën tënde. Edhe në kthimin e selamit, ti prap bën dua për vllaun tënd. Feja madhështore, subhanallah. Sa herë pejgamberit alayhis salam erdhi një person dhe tha selamu aleikum, pejgamberi sa tha 10. Selamu aleikum wa rahmatullah. Tha 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tha 30. Subhanallah. Çfarë fe madhështore? Çdo gjë e kemi me sevape, me ngritje gradash. Kjo ishte pika e parë. Pika e dytë në tekstin e hadithit është vizita kur sëmurret. Gjithashtu është obligim i muslimanit ndaj muslimanit, thot tjetër, apo dhe motrës muslimane ndaj motrës tjetër muslimane, që ta bëj vizit kur sëmurret. Momentin kur sëmurret, kjo obligim vllai jam, që mi rujt raportet ndërvllazërore. Thot në një hadith kutsi, tregohet se Allahu subhanahu wa ta'ala, shikoni çfarë hadith kutsi madhështor. Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit ka me të thonë. Shiko çka ka me thonë. Jam sëmur, thot, dhe nuk më ke vizituar. Allahu akbar. Thot, kam qenë sëmur dhe nuk më ke vizitu. Robi Allah subhanahu wa taala çfarë i thot? Si je smur? Ti je Zoti i çdo gjëje? Andaj po thua që ti je smur? Çfarë i thot Allah subhanahu wa taala? A e ke ditur që filan robi im ka qenë sëmur? Nëse do të vizitoja atë, do të më gjeje mua tek ai. Subhanallah. Shiko hadithin tjetër. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot me një hadith, nëse e viziton një të sëmur para dite, do të luten për ty 70.000 me lajke. 70.000 me lajke kanë më lutë për ty. Thot deri në mbrëmje. E nëse thot e viziton një të sëmur në mbrëmje, do të luten për ty 70.000 me lajke deri në mëngjes. Subhanallah, kemi një vlla, një plak mbi të 70-at. Në Prizren, jeton. Edhe kush do prej vllaznive që sëmurret, ajo është i parin vizitën e tij. I parin vizitën e tij. Plak mbi 70 vjet, 72, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet. Edhe është i pari që na te i kalon në sevape në këtë pikë. Subhanallah. Veç ku dëgjon, ku është prej vllaznive që një, si ta dëgjon që është i smur, ato e kitë parin që nëse. Ka pas raste, kur kam qenë i smut në kohën e Covidit, edhe erdh. Thash, subhanallah, bëca Ismet, pja bëj. Pi thon, pse po vjen se smut jo më në kom Covidin? Që është i rrezikshme. Edhe erdh për qafoj, la ilaha illallah. O, bëca Ismet, pi thon. Më thon, aq është i etur për me fitu sevape, subhanallah. Allah na mundsoft me qenë edhe më të mirë se sa që mendojmë për njerëzit. Po ashtu, përcjellja e gjenazës, si pikë e treta, apo obligim tjetër është përcjellja e gjenazës për ta varrosur. E pastaj e vdes dhe i cakton një varr, thot Allah subhanahu wa taala, abese ajeti 21. Pasimi i gjenazës, përcjellja e gjenazës është farz kifaje. Nëse një grup shkon për ta varrosur një musliman, bie përgjegjësia e
pjesës tjetër të muslimanëve dhe nuk kanë gjuna me lenë Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, nëse nuk shkon asnjë, atër krejt janë mëkatar ajo pjesë, ajo nahi ku ka jetuar personi në fjalë. Për faljen e namazit të gjenazës të muslimanit ka shpërblime tek Allahu sa kodra e Uhudit. Disa është kodra e madhe subhanallahu në Medinë, krejt sevape për faljen e namazit të gjenazës, ndërsa dhe një kodër tjetër është për cjelljen e gjenazës. Dy kodra sevape. Dy kodra i ki sevape, subhanallah, me lenë Allahut subhanahu wa taala. Tani e kemi përgjigjen ndaj ftesës. Një obligim tjetër është përgjigja ndaj ftesës së muslimanit kur të thret ai në një aheng të caktuar, drejt gëzim familjar. Thot, e kjo posaçërisht nëse ftesa për darsëm është obligim, ftesa përgjigja ndaj kësaj ftese nëse është halal. Nëse është haram, normalisht më bën halal, po nuk mund të përgjigjem në këtë ftesë. Nëse ka në darsmat tona, nëse ka përzierje mes meshkujve dhe grave, nëse ka muzikë, nëse ka këto harame, nëse ka alkohol, atëherë ty nuk të lejohet ti përgjigjesh ftesës së vllaut tënd musliman. Sepse aty ka harame dhe aty mund të zbres dënimi i Allahut subhanahu wa taala në ato takime dhe ti duhet t'ia tregosh, dhe ti thuash që unë nuk kam mundësi të vi. Kjo të regoj një rast, ishin dy vëllezër, njëri namazli, tjetri jo namazli, dhe i kishte mbledhur familjarët e vetë. Dhe normalisht, pasi që i kishte mbledhur familjarët e vetë, po i thot këti vllaut, tha hajde se kanë ardhur prej jashtit, vllaznia, motrat, po dojmë mu taku. Mirë po njëkohësisht në atë aheng apo në atë tubim që i ka thëritur familjarët e vetë, ka edhe alkohol. Tani këtu e lutur këtë vllaun, hajde, qysh po na lën neve, motrat, vllazni, këtë në përgjithësi, nuk po të vjen turp me na lën neve. Subhanallahu çfarë përgjigje i dha ky vllau. A di çfarë i tha? Tha, apo jep përparësi alkoolit para meje pra? Nëse ti po më thua mu, heke alkoolin që më po vi. Heke alkoolin o vlla. Heke alkoolin, haramet heqi që më po vi. Atëherë i bie që ti po jep përparësi alkoolit para vllaut tënd. Këtë po e donë ma shumë atëherë. A vllaun tënd dhe alkoolin. I bie që alkoolit po i jep përparësi. Në kësi raste nuk lejohet më ju përgjigj dhe ti tregosh se unë kam frikë Allahun azza wa jall. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shiko përgjigja ndaj ftesës. Nëse nuk i përgjigjes dhe ambienti është halal, shiko çfarë të ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai i cili nuk i përgjigjet ftesës së dasmës, ai nuk i është bindur Ebul Qasimit. Subhanallah. Kush është Ebul Qasimi? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Thot kushdo që nuk i përgjigjet ftesës, nëse ty o vlla të thirr, një vlla musliman, ndasëm që ka halal, që dihet që është halal, dhe nuk i përgjigjesh ftesës, thot nuk i është bindur Muhamedit alayhi salatu wassalam. E në gjithë jetën tonë kemi mju bind Muhamedit alayhi salatu wassalam. Atiyu Allah wa atiyu Rasul, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Ku është bindja jote ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam? Nëse ambienti i tillë është halal, andaj keni kujdes në këto gjëra. Por nëse në darsëm ka gjëra të ndaluara, siç tham, përzierje mes gjinive, alkohol, muzikë, nga ana tjetër nëse shkon në të nuk ke mundësi të përmirësosh këto gjëra, atë në këtë rast e ke obligim. Nuk e ke obligim që të përgjigjesh ftesës. Bukur. Pika tjetër në hadith që ka ardhur, thënia yarhamukallah kur thot alhamdulillah pas të shtimës. Ai që të shtin, duhet thot alhamdulillah. Lavdi e falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. E pasi që të shti dhe të thot alhamdulillah, tjetri që dëgjon duhet i thot yarhamukallah. Allahu të mëshiroft. Më thonë, kjo është përkthimi i kësaj. Ky thot alhamdulillah, apo dhe tjetri duhet ja kthen yarhamukallah. Te shtima ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam është prej Allahut azza wa jall. Te shtima është prej Allahut azza wa jall. Thot nga se përmes saj ai ja mundson njeriut
t'i largoj nga trupi shumë gjëra të këqija. Dhe kjo është mirësi që ja jep robit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra i thuhet yarhamukallah, e jo siç jemi mësuar tek ne shnet edhe i spot pas ka qenë e vërtet. A i thoni në Maqedoni që shtu ajo, Fatmir? Hak. Qa, bësher, të shtiju. Ishte duke fol një meselë të caktuar, dhe në momentin kur të shtin dikush, qa, bësher e vërteta, i spot, dëshmitar. Këto e në bestytni që nuk lejohet me i besu muslimani. Dhe një këshillës kur ta kërkon atë, nëse të kërkon vëlla jem dikush këshilloje me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kur muslimani kërkon nga muslimani tjetër, thot që ta këshilloj për ndonjë gjë për fen, apo për jetën e tij, për diçka që ka nevojë, ai duhet ta këshilloj dhe t'i tregoj për të mirën, për të mirën për ato që di. Për shembull, në raste specifike kemi të bëjmë me martesë edhe me tregti zakonisht. Vllazni, kur vjen një person edhe kërkon këshill, ma ka lyp qikën filoni, je i obligum me i tregu gjërat që kanë nevojë për martesë, me i tregu për filan djalin. Ti duhet me tregu sa është i devotshëm ai. Ti duhet me i tregu, edhe pse këto janë të meta. Nuk është ky përgojim i ndaluar. Duhet me kallëzu vllaje. Me hadith pejgamberit alayhis salam. Ka ardhur një grua tek pejgamberi alayhis salam. Dhe i thot ja Rasul Allah. Thot Ebu Gjehmi dhe Muawiya po më kërkojnë martesë. Thot çka më këshillon? Thot njëri prej tyre nuk e ndal shkopin, i rrah gratë. Tjetri thot nuk ka pasuni. Dy sahabi, mos harroni. Sahabit nderuam ata janë. Sahabi besimtar të mirë. Mirë po ja tregon ato gjëra që qika si qik, vajza nuk i ka qef ato gjëra. Për atë arsye dhe po i tregon këtë dhe këtë e ka. A themi që Muhamedi alayhis salam ka bo përgojim të ndaluar? Si, po kërkon e vëlla. Thot martoj me filonin. I tregon thot martoj me filonin. Bukur. Vjen dikush dhe të pyet për tregti. Thot vëlla, unë nuk kam pasur tregti apo ortakllëk me filonin apo fistekun. Thot ti ke pasur, ti e njeh më mirë. Subhanallah, ti mund ta njohësh një vëlla shumë mirë, je shok me to, dhe vjen dikush dhe të pyet për ty, të pyet për vëllain tënd musliman. Ty të vjen keq me përgoju një përgojim të lejuar, apo? Edhe tash ti folish mirë, po ti flet mirë. Po ai pastaj kur bën ortakllëk me to, çka i del fjala jote? Si i del fjala jote? Nëse s'don me fol për to, spaku thuaj atij, shko tek filoni dhe pyete për këtë vëlla musliman, sepse për shembull ka raste të caktuara që disa prej muslimanëve i vënojnë borxhet shumë. Apo nuk ja u kthejnë njerëzve borxhet hiç. Hajt për shembull me vonu nuk është problem, por nuk ja kthejnë hiç borxhin. Tash ti duhet dish vëlla. Duhet i tregosh njerëzve. Nëse pyetësh, filoni, çka është kjo, ky dhe ky, ti duhet i tregosh sepse dëm i shkakton vetës dhe nuk ka këtu përgojim të ndaluar, por se kjo është përgojim i lejuar dhe nuk ka mëkat me lejen Allahut subhanahu wa taala. Pikë tjetër, ndihma kur dikush i bën padrejtësi. Gjithashtu kur dikush i bën padrejtësi një muslimani, është obligim për muslimanin tjetër ta ndihmoj. Kjo është prej mirësive të Islamit. Çuarja në vend e betimit, posh Allahun. Betohet. Thot nëse një musliman i thot tjetrit, vallahi do të vish sot në shtëpinë time. Pashallah ngi me orë sot në shtëpinë time. Apo vallahi do të pish, atë hash diçka me mua, që është e lejuar, që është halal. Vallahi do të shkojmë së bashku në filon vendin. Atëherë nëse në këto betime nuk ka gjëra që janë të ndaluara, duhet ta çojnë në vend betimin. Atë sa ka mundësi.
Thot, këto janë vetëm disa rregullat kësaj feje, nga rregullat e shumta të saj. Islami është fe gjithë përfshirëse, përfshin të gjithë jetën tonë, prej momentit lindjes deri në perëndim. Dhe thot, prej momentit lindjes deri në vdekje. Dhe thot, përfshin tërë ditën tonë, thot, prej kur zgjohemi deri kur bijem të flamë në mbrëmje, nëse ti e praktikon fen, do të jesh shembull për të afërmin tënd, për komshin tënd, për të gjithë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po e përfundojmë inshallah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Allahu shpërbleft. E deri fitos për ta Allah shpërbleft për këtë gjërat.